Përshëndetje nga Krusha, jem në rrugën dhe më thonë që quhet apo shpijet ka Zallinat. Të në shpijet e marthorëve, këtu shala. Ndhe kalon reka, këtu ka qenë fusha sportit, ku kanë lujt në një kohë. Një nga rrugët që është fol shumë për mu rregullu, është kjo rruga reje që është hapë. Pe shok ish ardhë Borim Pacolli në Krushë me nqizu. Shko din ma Borim Pacolli për Krushë për shkajnë Tranuki popull, unë nqizoj vetë që 20 vjetë. Këta kanë fillu prej 2020-ës kur është monetizu Facebooki. Po edhe Facebookin me monetizu duhet me jashtë, me IP-at jashtë, që unë kur ato kushte si kom pas. Mirë po unë kom bo për fshate kom bo. Edhe prapë se kom. Ja i do më tregu si do të Shqipnijës kishin hapë për dëshmor. E njifni ju kush ishte Bedrush Gashi, Fejim Gashi. Ti po din për Bedrush Gashin e për Fejim Gashin. E për dëshmor kësa jane. Po leki. E nqizoj vetën e kom këto t'nqizuna dhe pa asfaltu. Unimet për e kryn firma Mendi SHPK. Në këtë rrugi kom edhe kushërit e mi të Bacës Dyrt, cilët patën një fatkeqësi vite me parë ku Erioni është psoj aksident në Francë. Kjo lidhet me shtëpinë e Ukshin Hotit, është rrugë e re. E kam edhe një video se si ka qenë duke ra shi. Më thonë unë i kom gjitha rrugët e fshatit pa asfaltu, të asfaltune. Kom ladh materiale që 20 vjetë. I kom gjitha me të luftës, me të dëshmorëve, me qaj përmban fshatit. E vjen Borim Pacolli këto. Ti po din për Krushë martu, shka koha teke. Ja, tash të dërgon qumshtin me tërzu. Me pas rrugën e mire, sepse edhe për këtë rrugë është do fjallë shumë. Një për Raoveci, sa bugjet ka Raoveci, Krushës nuk i dalin. Frizoj ka hec para, Frizojni ka hec para. Me Sasuareka ka hec se ka biznise ma shumë. Ka në ledhin të ardhura ma shumë. Këto vesh ka komuna Frizojnit kanë përfundu moti këto rrugë të fshatrave. Shka me botash? Në Rahovec jemi a duhet më pajtu. I përshëndes kushërinjt në Austri, që janë mërgjimtar të vjetër me saldrije, me salije, me marteze, urime rrugën, shalak zoni, Allah që nuk keni me pas ma njëjtë si në Austri. Ujtje, hëfër bukurie. Shumë mirë bëhet jo. Kjo video mbet pastaj në arkiv. I kanë kry njerëzit punë ma të dhaja. Vullnetarisht kanë vdek krejt për Kosovën bre. Vullnet ka pas, ka vdek djali i ri ka vdek. Ka vdek Fitim Dëraku 24 vjeq. Enveri 20 vjeq. Ka vdek Sinane i daje, studenta Bekimje. Shumë tjerë. Mirë po i gjalli gjithmonë është keq kuptu. Edhe Ukshin Hoti është keq kuptu. Disa thonin u tranu Bacauk. Po u tranu, ti pedina u tranu. Në menë qërë fort. Profesori Avardit u tranu. Për ndryshe, kjo është reka që ndanë fshatin Krushë e madhe prej fshatit Celin. Më thonë, edhe një uër është atje, pastaj lidhet për në fshat, s'ka shtëpis muzejt Ukshin Hotit. Dhe patate duke nxerr.
Dhe Kosova në pleq. Përshëndetje. A e lodha e nxeja? E pas këzon hije? Ja dhe Haxhi Shoqa, i cili e lani shjartmire, tha plak si sakat. Dhe më thënë, kanë punu shumë me i kohë, tash mosha e bënd vetën, do me punu, nuk mundet. Ja, dullum në rrugë që e lja Krushën e madhe me Celin. Jo është rejka si që ceka. është mëngjes. Një po temperaturat janë shumë të larta këto ditë. Dhere, pritet edhe më të larta me qenë ditët në vazhdim. Kjo pjesa këndej quhet Zallina, këndej Prezhina. Këta terma, tash kur i dëgjon dikush, jo thonë jenë slavishte, serbishte. Mirë po kështu nifen. A ndryshohen, duhet më ndryshu edhe këto munden me bo vetëm njerëzit si se Bajdin Cena që sepse ka qenë eksperti e mërimit toponimve, si moje në Shkodranit që ka pak zgunëra vete, Lisi Dervishit, jo Lisi Milanit, po i Dervishit ja kalon. Dhe kështu pastaj brez pas brezin besin. Po ha rrugën ma në fund. Kjo pjesa këndej quhet Zallina, këndej Prezhina. Këta terma, tash kur i dëgjon dikush, jo thonë jenë slavishte, serbishte. Mirë po kështu nifen. A ndryshohen, duhet më ndryshu edhe këto munden me bo vetëm njerëzit si se Bajdin Cena që sepse ka qenë eksperti e mërimit toponimve, si moje në Shkodranit që ka pak zgunëra vete, Lisi Dervishit, jo Lisi Milanit, po i Dervishit ja kalon. Dhe kështu pastaj brez pas brezin besin.